Për bollëritje së vazhdueshme të çmimeve të karburanteve, shteti duket se do vazhdoj të mbetet vetëm monitorues. Përkundër kërkesave, Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Mimoza Kusari Lila, në deklarimin e fundit tha se nuk kanë gjë në dorë duke eliminuar si mundësi edhe uljen apo heqjen e TVSH-s ose akcizës. Lehtësisht thuhet, por është shumë vështirë aplikueshme për shkak se mund të përfundojmë në situatat kur TVSH-ja hiqet, por çmimi mbetet i njëjtë për shkak se operatorët ekonomik nuk e heqin. Por nga opozita vlerësojnë që zgjedhja e përkohshme është pikërisht tek këto dy veprime. Antari kryesisë së LDK-s Berat Rukiqi, i cili deri vonë ishte kryetari i Odës Ekonomike, e shpjegoi në përqindje ndikimin direkt të një vendimi eventual. Nëse TVSH ulet nga 18% në 8% dhe akciza përgjysmohet, çfarë fiton qytetari? Nga TVSH kursen 17 cent në litër, nga akciza kursen 17,5 cent në litër, totali 35 cent më lirë për çdo litër. Me gjithë vështirësitë ligjore, kështu mendon edhe ish-drejtori i Autoritetit të Konkurrencës. Nëse këto dy norma tatimore zbriten, atëherë në një vlerë të caktuar, atëherë qytetari mund të ketë një çmim më të përballueshëm. Kjo formë e menaxhimit të krizës gjen zbatim edhe në shtete tjera, sipas një profesori të ekonomisë, Fidan Qerimi. Pasi që të kalon kjo krizë, të kthehemi prap në gjendjen e mëparshme, sepse planifikimet buxhetore janë duke pas parasysh këto tyra. Së fundmi, qeveria e Maqedonisë së Veriut e uli TVSH-n për derivate nga 18 në 10%, ndërsa Shqipëria, siç bëri të ditur kryeministri Edi Rama gjatë fundjavës, mori një sër vendimesh përfshirë edhe uljen e akcizës për 20%.